Pas krahasimit që Ronaldo Sharka bëri mes Rozana Radit dhe Julit, duke u shprehur se të dy ndonse pjesë e rëndësishme e edicioneve të Big Brother, nuk kanë qenë një imazh fituesi, aktori reagoi me një postim në Instagram ku shkroi se Ronaldo do të mbahet mend vetëm për faktin që leu flokët si Luizi dhe që i argavitej për të marrë pak famë. Por përplasja nuk përfundoi me kaq. Ronaldo Sharka ka reaguar sërish, këtë herë me një mesazh të gjatë dhe të drejtpërdrejtë ndaj Julit, ku thekson se nuk e ka parë asnjëherë të shkëlqej as në aktrim, as në politik dhe as në Big Brother. 2 fjalë për Jul Dedën. E vetmja herë në jetën time që kam qeshur me Jul Dedën ishte në podin final kundra Egla Cenos, ku besonte realisht që mund të fitonte Big Brother VIP 3. Të rikujtoj që fushatën e lyrjes së flokëve bjond e nisi vëllai jot Julo, si kryefan si Luizit. Unë paguhem prej 2 vitesh për të komentuar Big Brother VIP dhe nuk i kam bërë komentet në TikTok ashtu sikur ti. Dhe e fundit, si një figurë publike televizive që je, më vjen keq që nuk pranon mendimet me argumenta dhe kalon në denigrim personal. Kjo nuk të falet se je dhe aktori dekoruar me titullin mjeshtër i madh. Këtë vit nuk je në Terezi Plak dhe ke lënë nam, të gjithë po e shquajnë. Komenton më tej Ronaldo.